Vendimi i gjykatës kushtetuese për Erion Veliajn ka shkaktuar reagimet më të fundit të kryeministrit Edi Rama, i cili e sheh situatën në kryeqytet si një absurditet institucional. Në episodin e radhës të podcastit Flasim, Rama tha se mbajtja e Veliajt në paraburgim, ndërsa ai vijon të jetë kryetar bashkie, i ka lënë Tiranës mungesën e një drejtuesi aktiv. Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027. Kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i Tiranës nuk mund largohet përveç se me zgjedhje, atëherë këtu jemi përballë një disproporcioni të dyfisht, disproporcionit të mbajtjes tij në qeli në dëm të lirive dhe drejtave kushtetuese të tij si person dhe si i zgjedhur për të drejtuar qytetin, por dhe disproporcioni në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhuri vet, apo jo. Kreu i qeverisë shtoi se e vetmja në mënyrë për të zgjidhur këtë ngërç është që Erion Veliaj të gjykohet në gjendje të lirë duke vijuar detyrën si kryebashkiak i Tiranës. Vjen logjikisht çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi i kushtetuesës një qëndrim të verbër kundër qeverisë braba në dëm të madh Tiranës, por sheh një qëndrim të vendosur parimor, ka sesi të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykojë paraburgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Veliajn në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lira. Më duket se edhe kjo është gjë më normale. Tani e para dhe e dyta janë sigurta përsëris. Në kushte kur zgjedhjet e Bashkisë Tiranë janë të largëta në horizont, Edi Rama dha këtë mesazh. Tirana duhet drejtuar. Tirana nuk mund të jetë trup pa kokë. Kryeqyteti i Shqipërisë ka nevojë për të zgjedhurin e vet mbi krye. Kështu që kush ka dorë ndihmoj në zgjidhjen e këtij ngërçi absurd duhet kujtohet se përtej të gjitha teorive të tjera të konspiracionit, kryeqyteti nuk mund trajtohet si jetim për vite me radhë.